Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Fillimisht na falënderojmë Allahun e Madhreshëm, I cili meriton çdo lavdë dhe falëndrim tonin. E falënderojmë Allahun e Madhreshëm aq sa meriton madhëria e Tij, ta falënderojmë dhe të shprehim mirënjohje ndaj Tij. Megjithse të vetëdijshëm se sado që na e falënderojmë Allahun dhe shprehim mirënjohjet tona ndaj Tij, ato janë shumë të pakta, ka shidhuntive dhe begative që Allahu I Madhreshëm na gëzon dhe na begaton me ta. Salavatet dhe selamet qofshin mbi njeriu më të mirë në fytyrën e tokës, salavatet të cilat nëse I themi na gjithmonë gjatë ditës dhe natës, përsëri janë të pakta sa meriton ai burr me u lut te Allahu Dhul Xhelal që Allahu ta mbulon atë njeri me bekimet dhe shpëtimin e tij. Salavatet dhe selamet qofshin mbi familjen e tij të pasur, ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe sinqert, dhe me gjithë besimtarët që ndjekën rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Allah është shpërbleft Florin që është një koqer I joni në këtë mbrëmje, I cili na ka ftuar që takohemi mes vete me një sebeb të një gëzimit që ka dalë në konaktëri. Na lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu këtë konaktëri t'ia bën rahati e kënaqësi në këtë botë. E t'ja bën vend ku adhurohet Allahu I Madhreshëm dhe ku familja e tij rriten edhe edukohen në frymën e Islamit. S'ka dyshim se shtëpia, sado që është e vogël, është begati. Dhe mungesa e shtëpisë është dënim. Argument për këtë është ndodhia që ka ndodhur në kohën e Musait alayhis salam, kur Musa a.s. me popullin e tij shpëtoi nga Egjipti dhe kaloi në Palestinë, populli I tij e tradhtoi Musain a.s. si kulturë dhe edukatë e zakonshme e izraelitëve dhe e braktisën mësimin e Musait a.s. dhe ju kthyn idhujtarisë. Allahu Dhul Xhelal I ndëshkoi ata me dy ndëshkime. E para aniqtulu ba'dukum ba'da, që ta mbytni njëri tjetrin, dhe e dyta që të bredhni në shkretir, do thot 40 vite, mos me zon vend askund. E dietarët e përmendin se kjo është dallimi mes njeriu që ka shtëpi, që shkon ku shkon e në fund kthehet në shtëpinë e tij edhe e strehon kokën e tij dhe gjen rahati, dhe të tjetrit I cili do thot shkon ku shkon, në fund s'ka ku kthehet sepse s'ka shtëpi edhe s'ka strehim të tij. Andaj thon Allahu I ndeshkoi ata mos me pas shtëpi, po me bredh 40 vite derisa ndrohet brezi pa pas mundësi mu kthit e shtëpia e tyre. Dhe andaj me pas shtëpi, me pas kulm për mi kry, është dhunti. Edhe normalisht kjo pastaj lidhet edhe me njërin prej llojeve të xhihadit, që është për ta mbrojtur pragun e shtëpisë. Se nuk është domethënë gjë e thjeshtë, po është gjë e madhe edhe e rëndësishme, me ta mësua Allahu me pas një shtëpi, me jetu me një vend, dhe normalisht pastaj ti e ki të drejtën edhe e ki obligimin me mbrojt atë shtëpinë tënde dhe atë pragun tënd. Edhe kjo është koncepti I xhihadit që fatkeqësisht shpesh herë do thotë nuk e kuptojnë një pjesë e madhe e njerëzve, dhe me filozofitë liberale sot njerëzit bëhen gatshëm me alshu tokën e vet armikut të tij, edhe mos me llogaritë se ka bërë tradhti. Megjithse logjika fetare dhe ajo tradicionale në botë kudo që shkon, domthonë çdo falje një pllame të tokës tënde armikut tan llogaritë tradhti. Edhe andaj gjithë popujt në histori kanë luftuar për tokën e vet. Edhe gjithë popujt I kanë llogarit heroj dhe trim ata që kanë rënë dëshmor në mbrojtjen e vatanit të tij. Kjo është origjina e këtij koncepti, që kanë herë për shembull neve na mungon sqarimi, do thotë I detajizuar I këtyre koncepteve, tash ti se kupton pse duhesh me luftu për tokën tonë, për vatanin tan, çka ka lidhje nëse ja fal dikujt një pllum tokë kështu më. Nuk është ashtu. Sepse në momentin që ti ja fal një pllum, del tjetri ja fal 2 pllum, del I treti ja fal 4 pllum, po ti jetë pas një shtëpi, pas shtëpi. Edhe shembulli I Palestinës është shembulli më eklatant që thënë këta, më I qartë, më I dukshëm, se si e bën armiku me ty. Fillimisht vjen si emigrant, ti I ofron strehim,
i jep atij shtëpi, i jep konak, edhe ai fillon me ta vjedh tokën ty. Me ta marrë edhe një pjesë, që prej 2-3% që kanë qenë 1988-ën, që sot me qenë domethënë 70-80% tokë e okupuar prej tyre, me domethënë banorëve origjinal autokton, domethënë 20-30% e tokës tyre. Edhe kushdo që do thotë nuk lufton për vatanin e tij, normalisht një ditë jetë pa vatan, edhe nëse je pa vatan, ti je pastrehen, nëse je pastrehen ti je i ndëshkuar. Edhe ti kur mos në çon kry. Edhe kur mos në bën forcë. Pse është vatani i rëndësishëm? Se i mbledh brenda një kufirit njerëzit e njëjtë. Edhe kur mbledhen brenda një kufirit njerëzit e njëjtë, ata kanë qëllimet të njëjta, kanë agent të njëjtë, kanë dëshirat të njëjta, kanë domethënë ambicie të njëjta, edhe kjo ata i homogenizon dhe i mobilizon për t'i dhënë përballë secilit që do të okupo tokën e tyre. Nëse s'kiti vatan për shembull, a mundën dikush me mobilizu shqiptarët me luftu në Gjermani për Gjermaninë? S'mundet. Në Zvicër 200.000 shqiptarë, 300.000, 400.000, sa mund me konë. Askush s'mund me mobilizu ata me luftu për Zvicër. Sa ata nuk e ndin, megjithëse ka tash fëmijë brezi i dytë, i tretë, i katërt ka lindë atje, po se nin si është vatani i tyre që ata duhet me luftu për të. Të Zvicranët janë, kjo është Zvicran. Po të janë Zvicranët, aty shkon me automatizëm janë Zvicranët. Ama nëse na nuk e mbrojmë vatanin ton, atë mbetemi pa vatan, faktikisht kjo është ndëshkim që Allahu i jep një popullit. Gjithashtu për argumenteve që tregohet se shtëpia është dhunti, është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Arba'u min sa'adati ar-rajul", 4 gjëra i ja ofrojnë lumturinë njeriut. E para që përmendet në këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, zawjatun salihah, gruaja e mirë. Sepse normalisht gruaja e mirë është shoqëruesi i jetës, edhe në shtëpi edhe jashtë shtëpie, në kuptimin që edhe nëse shkon diku në emigracion, gruaja vjen me ty. Konceptin e martesës edhe jetës së përbashkët, ku për shembull te na përpara kur është martu një burr me një gruaj, e gruaja ka qenë e vetëdijshme se do shkon me burrin e vet kudo që shkon burri i saj. Në paqen, luft, bollëk, fukarallëk, këtë vend, atë vend, domthonë na jemi bashk. Kudo që shkojmë bashk e ndajmë të mirën edhe të keqen. Kështu ka qenë koncepti i martesës te na përpara, tash normalisht është modifikuar dhe të rit nuk janë shumë të vendosur në këtë shoqërim që quhet bashkëjetesë, bashkëshortësi, domethënë që ndajnë jetën bashk. Edhe ndoshta nuk e kuptojnë kështu mirë, po kështu duhet më kuptu jetesa. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendi gruan e mirë si faktorin e parë të lumturisë së njeriu. Pas kësaj e përmendi shtëpinë e gjan, bejtun wasi'. E tash kjo e jep atë kuptimin e komoditetit, domethënë edhe shtëpia e vogël të mjafton, po shtëpia e madhe të nderon, në kuptimin që gjë që të vjen dikush mysafir, ti nuk ngushtohesh se s'ki vend, po me plot zemër dhe gojë i thu mysafirit bujrom se ka vend. E kam odën e mysafirëve, edhe aty nuk të pengon ty askush, as ti se më mua as pak. Megjithëse të shtëpijat, pas të ku folëm pak më herët e puna e kulturës, qytetërimi islam e ka ofruar modelin e shtëpisë muslimane, e cila ka qenë e madhe gjithsesi, po më shumë se e madhe ka qenë e modifikuar që jetesa brenda shtëpisë tjetë pa vështirësi për asnjërin prej banorëve në atë shtëpi, as pronarëve të shtëpisë, nikoqirëve, po as mysafirëve. Koncepti i shtëpisë muslimane në qytetërimin islam ka qenë i ndamë në 2 pjesë shtëpia muslimane. Një pjesë është quajtur selamllëk, një pjesë është quajtur haremllëk. Selamllëku ka qenë pjesa ku kanë lëviz lirshëm mysafirët edhe gjinia mashkullore. Haremllëku ka qenë pjesa ku kanë lëviz lirshëm gjinia femërore dhe nikoqirët të shtëpisë. Edhe ky koncept është transferuar te shqiptarët me odat e burrave. Për shembull, shtëpiat e shqiptarëve zakonisht e kanë pas shtëpinë, oborin e madh, e në hymje të oborit, të porta e shtëpisë, në djathtë apo në majt ka qenë oda e burrave. E ndame për shtëpisë kryesore. Pse? Që mysafiri me qenë i lirë, po edhe familjarët mos ngushtohen domethënë në lëvizjet e tyre. Po shtëpia e gjan është shumë e rëndësishme sepse
të na muslimanët ka qenë, është dhe duhet jetë mikpritja e mysafirit pjesë përbërëse e kulturës një shtëpie. Që në momentin që të vjen mysafiri në shtëpinë tonë, do të thonë bujrum me të parën. Normalisht ka rrethona dhe kushte kur ti mundesh mi thon mysafirit ktheu, siç e përmend Allahu i Madhëshëm në Kur'an. Mirë, po atë rrethona të kufizuar. Po në përgjithësi, në kushtet ku s'paraqet problem ardha një mysafirit, do thotë zemërgjërsia e besimtarit është e tillë që i ofron mikpritje, mirë po mikpritjet tona kanë evoluar fatkeqësisht negativisht sepse është ngarkuar shtëpia me shërbim të mysafirit. Zakonisht është në ndejat e fundit, për shembull, familjarët mundohen të furnizojnë me ushqim të lloj-llojshëm, me pije të lloj-llojshme, me pemë, me ambëlsira. Është ngarkesë për një shtëpi, për buzëqenie shtëpie. Një koqërllëku, domethënë, ose ti thuaj bujrom një mysafir, nuk domethënë me pas plot tavolinën. Po një kafe ose një çaj mjafton, fundi edhe një gotë ujë mjafton. Se askush nuk shkon te tjetri për të hangër e për të pi. Edhe na ketë e themi këtë fjalë. Nëse shkojmë diku, na shkojmë për me bë muhabet. Tash kur e ngarkojmë na me gjëra që ekonomikisht kushtojnë, po edhe përgatitja merr kohë, atëherë shumica e anviseve tona kanë filluar me thonë valla mos të mbirë shumë musafir se s'm po i përballojmë atë. Pse e kemi ndru konceptin. Kur ta ngarkosh konceptin me kësi gjëra, atë normalisht bën vizitat bën ngarkesë. Edhe bën kokçarje vend se ato me qenë domethënë momente dashnie, harmonie, mirëkuptimi dhe respekti. Sidoqoftë shtëpia e gjon për këtë arsye është e rëndësishme që në momentin që të vjen një mysafir ti pa hezitim i thu bujrëm se ka vend edhe për ty edhe për ne edhe kalojm domethënë mbrëmjen në formë domethënë të lehtë pa ndonjë komplikim. E kjo është argument se domethënë shtëpia me pas shtëpi, me pas konak është shkak i lumturisë në jetën tonë, i rahatisë dhe komoditetit. E treta është mjet bartës i rahatshëm, domethënë funksional, i lehtë, i shpejt, i lirë, gjithsesi këto komponente mund me pas ky formulim, merkebun murih, do thotë mjet bartës komod, që do thonë sos punë, edhe nuk shkakton kokçarje. Dhe e katërta që është shumë e rëndësishme, do thotë gjarun salih, koshia i mirë. Edhe jeta e përditshme e secilit njeri, do thotë kur ta analizosh një nga një këto komponente që përmend hadith, tamam jep të lumtur. Gruaja e mirë, gjithë jeta jote, boshti i jetës tonë është gruaja. Edhe brenda dhe jashtë. Kur e ke gruan e mirë, do normalisht ka shumë komponente, po mjafton që atë e kije njeriu me të cilën ti ndan hallet tuaja, mendimet tuaja, vendimet tuaja, edhe njeriu që ta mban sekretin, edhe normalisht njeriu që me te i kanë hallet tuaja, edhe kur të është gruaja e mirë, e cila nxit në ibadet, nxit punë të mira, këshillon në gabime, këshillon në lëshime, atë s'ka më mirë. Dhe alhamdulillah, familjet e reja muslimane një pjesë e madhe janë të kësaj strukture, kjo është një dhunti e madhe që Allahu ja ka dhënë si mos brezit të ri, që kanë mundësi me zgjedh shumë, për dallim prej para 3-14 viteve, 50 viteve, ka qenë shumë vështirë një djalë fetar me gjetë një vajzë fetare për nuse. Edhe kundërta, një vajzë fetare me gjetë një djalë fetar për burr. Ashtu të fatmirësisht për shkak se na këtë jemi botash prind, edhe kemi fëmijë, edhe jemi munduar ta fëmijët e tonë mi eduku në frymën islame, kemi edhe djemë edhe vajza shumë alhamdulillah që janë të udhëzuar dhe kanë shumë më lehtë ata me gjetë partnerin e mirë tjetës. Kjo punë është shumë e rëndësishme vëllazim me Irak, me ndet gati që në kohën e rinis, sepse e kemi vërejt gjithashtu se kur ka ndodhur një martesë e hershme para se më udhëzu burri ose gruaja, dhe njëri është udhëzu plotësisht e tjetri ka met pjesërisht i udhëzuar ose hiç i pa udhëzuar, është shumë vështirë me arrit ndryshimin të njëri tjetrit. Edhe na kemi familje pi xhamatit vjetër ku burri është i udhëzuar e gruaja është e pa udhëzuar ose kundërta, gruaja është e udhëzuar dhe burri është i pa udhëzuar. Edhe ata kanë me në atë pozicion për 30 viteve që i njohim.
Edhe andaj duhet shumë më rëndësi me qenë për trit që janë beqar, që me u martu me vajza, domethënë fetare dhe devotshme, edhe vajzat që janë të udhëzume, mos me pranu me u martu përveç se me djenë fetar, sepse jeta e përbashkët mes një fetarit dhe jo fetarit, përveç që ka problem në funksionim, ka mundësi me qenë shkak edhe i devijimit. Një burrë nëse martohet me një grua jo fetare, ka mundësi gruaja me ndiku edhe me e deviju burrin edhe kundërta. Nëse një grua fetare martohet me një burrë jo fetar, ka mundësi me qenë jo fetaria e burrit shkak për devijimin e asaj gruaje, edhe andaj këtu të me qenë shumë të vëmendshëm. E dyta tham shtëpia e gjerë sepse është një arritur edhe ekonomike, nuk mundet me bëj shtëpi të mirë, shtëpi të madhe, shtëpi komode, një njeri që s'punon. Domthonë se na gjithë e dimë sot për me bëj një shtëpi të mirë, domthonë 20 vjet, 30 vjet punë dush me bëj. Nuk vjen lehtë. Pas dikush e bën më herë, dikush më vonë, mirë po punë lip. Edhe kjo na jep me kuptu se rinia do thot i ka 4 nivele. Niveli më i mirë i rinisë tonë është rinia që mëson dhe punon. Edhe kjo do me qenë shumica e rinisë tonë. Edhe mëson shkollë, edhe kohën e lirë punon. Do të e ka me pasion shkollimin, po edhe e don punën. Pa koksi njerëzit e nas, pa koksi të ria, ama kjo është kategoria më e mirë e rinisë tonë. Kategoria e dytë, më e vogël, është kategoria e cila mëson e nuk punon. E ka merak mësimin, në punë se ka merak. Në përse themi kjo është kategori shumë e mirë, sepse arsimi i shkollimi do thotë e nxjerr selamet atë njeri në kohën kur e kryen shkollimin e tij. Kategoria e tretë është ai që s'e don shkollën, po e don punën. Edhe kështu kemi boll, kemi shumë fatkeqësisht, kemi shumë djemtëri edhe vajza që nuk e dojnë shkollimin, ama për shkak se puna i sjell parë, e dojnë punën. Edhe kjo është e mirë. Kategoria e katërt dhe më e keq është kategoria, edhe këtu kemi kallaballok, as shkollë don, as punë don. Këtu janë një numër i madh i të rive, domethënë që jetojnë në filma, jetojnë në ëndra, edhe mendojnë se shpejt njeriu mund të bëjë pasur. Edhe zakonisht një pjesë e kësaj kategorie merret me kriminalitet. Se vetëm me kriminalitet mundesh me bësh shpejt parë edhe shumë. Në formë legale edhe legjitime nuk bëhen parët shpejt edhe shumë. Bëhen shumë, ama jo shpejt. Po duhet kohë për me bëj. Edhe andaj këta që janë dembela, që të në shkollën, ata i jep e kriminalitetit sepse ashtu mundesh me bëj parë shpejt edhe shumë, mirë po shkurt. Sepse krimi zakonisht e ka jetën e shkurt. Edhe shumë shpejt vjen deri te përfundimi i atij kapitullit. Ose bien flagrant para organeve të ligjit, ose e ki fatin e keq, fundin e keq për shkak se kriminaliteti zakonisht ka dhe dhunën me vete, edhe mundesh pësosh fatalisht domethënë të vritesh ose domethënë të hysh në burg e kështu me radhë. Edhe ky element duhet me pas parasysh ku flasim për shtëpinë domethënë e madhe dhe komode, se duhet punë edhe angazhim që me zu Allahu pastaj me një shtëpi të mirë, edhe kjo është obligimi që e ka burri ndaj gruas vet. Në momentin kur njëri martohet, e ka për detyrë dhe obligim me i siguru gruas vet kulm për mi kokë, veshmbathja dhe ushqim. Edhe andaj kur mendon për mu martu, ti duhesh me mendu se tash e tutje ti je përgjegjës për mirëmbajtjen e asaj gruas. Dera ditë që ka qenë vajzë e X-it dhe Y-it, ka qenë përgjegjësia e babës vet me mbajt. Momentin që baba ta dha dorën e saj, edhe ta bëri domethënë kurorën e saj, tash e tutje është përgjegjësia jote. Edhe pse martesa ka qenë shumë e rëndësishme të kalumen, edhe ka pas seriozitetin e madh sepse gjithë njerëzit e kanë kuptuar se një i ri i cili e merr vendimin me u martu, ai pas ka marr vendimin me u bë burr. Jo në kuptimin mashkullit që ka me pas një grua në shtrat, po burr i cili ka marr përgjegjësi mbi supet e veta. Që ka mu kujdes për fillimisht për gruan e vet, e pastaj nëse gëzon Allahu me fëmijë dhe për fëmijët e vet, është faktikisht për familjen e tij. Do të fillon me u pjek, e marr përsipër përgjegjësi. Edhe ky komponent është i pranishëm te fjala e shtëpisë kur përmendet, andaj kur themi na shtëpi e gjon, pra në vetvete kjo pjesë e këtij hadithit ngërthen një pjesë të madhe të jetës sonë. Para martesës, pas martesës, kohën e shkollimit, kohën e punës,
planifikimin e buxhetit, këto të komponente do janë pjesë e shtëpisë, shtëpia vetë nuk vjen. Normalisht dikujt ja bën baba, dikujt ja ndihmon domethënë rrethi, ama shumica e njerëzve shtëpia ti bëjnë vetë. Edhe këtu do ta them edhe një fjalë që mendoj se është shumë e rëndësishme. Nuk është suksesi i madh i joni shoqëror nëse na kemi shumë njerëz pa aftë me bëj shtëpia vet, e dalim na atë që duhet ta bën Ministria për Punë Sociale ta bëjmë na, tu bëjmë shtëpia njerëzve. Se realisht ne i dembelavim njerëzit. Edhe i bëjmë mos mirënjohës ndaj dhuntive të Zotit, edhe ndihmës së njerëzve. Shtëpia, domethënë njerëzit përveç atyre që janë invalid ose kanë sëmundje të rënda, janë raste specifike, përndryshe këtë njerëzit duhet vetëm me ndërtu shtëpiat e veta, edhe me dëshmu burninë e vet. Gatishmërinë për të ballafaquar me sfidat e jetës dhe përgjegjësitë e jetës. Normalisht kjo nuk pengon që me të ndihmu baba, me të ndihmu vllau, me të ndihmu miku, me të ndihmu koshia, me të ndihmu shoku, sepse edhe ato ndihmesa domethënë e kanë arsyeën e vet. Ose janë borxhe, ose janë ndihmesa për ndihmesa kështu me radhë. Ama bëhen raste sociale që kena këtë çomi në kom t'ja bëjmë shtëpinë dikujt. Ai është i shëndosh psikofizikisht, por është dembel e s'punon. Nëse ndihmojmë atë, është na imi t'u dhon shembullin e gabum. Se imi t'u thon tjerëve dembelave, ju mos punoni se na bëjnë shtëpiat juve. Kjo është qëllimi i sadakas, edhe qëllimi domethënë i zakatit në Islam. Komponenti i tretë, mjet bartës i mirë, normalisht tash mjetet bartës fillojnë me 5.000 euro, me 2.000 euro, 3.000 euro, përfundojnë me 2 milion euro, tash secili me buxhetin e vetin. Por një kër i cili çonte xhamia, i cili çonte qyteti, ku ki nevojë me pas punë, një kër i cili domthonë nuk kushton më shumë mirëmbajtje se vetë bledhja, kështu me radhë. Janë tema që na sot i dim vetë nga matematikat e jetës sonë përditshme, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas disa deve, po disa për tyre kanë qenë deve të fuqishme dhe të shpejta. Për shembull kasvaja, që është njëra për deveve që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë deve shpejt. Edhe atë ka shfrytzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bë gara me deve të tjera. Edhe në momentin që ka bë gara ka fitu, do të ka qenë e natyrshme fitore për të sepse ka qenë për deve më shpejta, por ka pas raste që ka dështu. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shfrytzuar një rast për rasteve kur ka dështu deve e tij, ka thonë ma kana lillah idha rafa'a shay'an illa an yada'ahu. Është ligji i Zotit që çdo herë që e ngrit një gjë, ta ul atë. Do të ai puna e rrethit, domethënë qarkullimit, herë shkon lart, e herë bie poshtë. Janë ligjet e Zotit Dhul Xhelal, edhe ulemat e kanë thonë një fjalë wa dawamul hali min al muhal. Është e pamundshme me vazhdu gjendja statike në gjithë botën pa ndryshu. Është e pamundshme. Andaj njëra prej duave që i kanë bërë ulemat përpara dhe tash është ja muhawwilil hal, hawwil halana ila ahsanil hal. O Allah, ti që i ndryshon gjendjet tona, ndryshoje gjendjen tonë për ka më e mira, sepse ajo lëviz zhare, po mundet me lëviz për më e keqe. Edhe na e tham më një muhabet pak më herët se bota nuk ka qenë kurrë si është sot. Sot shumë shtete të fuqishme edhe të pasur ekonomikisht kanë qenë fukara dhe dobta. Që kjo Evropë, për shembull që sot është një fuqi e rëndësishme e botës, në luftën e dytë botërore, domethënë më shumë se gjysma është shkatruar. Dhe me miliona, domethënë mbi 20 milion janë vrarë. Edhe është dash 25 vjet, po më uri më kamp. Për shkatrimit nga lufta e dytë botërore. Edhe në botën arabe, shumë shtete që sot janë shumë të pasura, para 100 vjet kanë shumë të varfëra. Allahu va ka dhënë naftën, normalisht ata ndryshojnë gjendjen e tyre ekonomike dhe sot janë forca të rëndësishme botërore për shkak të ekonomisë që kanë. Mirë po, shtetet e Indis, si kontinent India, domethënë edhe si zonë e madhe faktikisht, s'po flas veç për Indinë si shtet, po aty hen këtë popull që kanë jetuar në Indinë e lashtë, edhe Pakistani i sodit, edhe Bangladeshi i sodit, edhe Nepali, edhe shumë shtete, Kashmiri, që janë rreth e përqark aty, kanë qenë shumë të pasur të kalumen.
sa që prej Indije, pi Bangladeshi, pi atyre vendeve kanë ardhur në Mekë si pasanik dhe kanë ndihmu fukarat e Mekës, ata popujt e Bangladeshit. Sot Bangladeshi është shteti më të varfër në botë. Këto si ka qenë, si ka ardhur. Edhe normalisht kjo situatë vazhdon me psu ndryshime. Arsyet e ndryshimit janë të tema e dy që të flasim, domethënë falëndrimi ndaj mirësive ose përbuzja e tyre. Por ta përmendja edhe komponentin e tre, domethënë pjesën e mjetit të bartës që e folëm. Sot normalisht ne jemi shumë mobil, më shumë mobil se sa të kalumen. Investimet e shteteve moderne janë në infrastrukturë për shkak të qarkullimit të lirë të mallrave dhe të njerëzve. Edhe andaj është sistemi i ri i tregtisë lirë dhe lëvizjes së lirë në Schengen Zone, për shembull, po edhe tentativa për me zgjeruat në të kalumen, për shkak ekonomisë të bota perëndimore. Të na shqiptarët, për dy arsye është më rëndësi lëvizja e lirë e njerëzve dhe mallrave në tokat tona shqiptare. E para është për qarkullimin e lirë të davetit. Dhe e dyta është për shkak të unifikimit të tokave shqiptare. Edhe këto janë qëllime, domethënë normale, nuk janë kërkesa, domethënë si më thon pretenduese për m'ia marr dikujt tokën ose nuk janë tokat tona, fatkeqësisht jetojmë të ndam, kemi drejt legjitime në thonë dojmë jetu bashkë. Se më mirë është me lëviz për një vendi me në vend pa kufi, se sa me lëviz me një vendi ku një popull me kufi. Evropa, megjithëse nuk janë një popull, janë popull ndryshëm edhe kanë pas rivalitet edhe lufta mes vete, rasti i Britanisë dhe Francës me Gjermaninë për shembull. Mirë po sot lëvizin pa kufi, po flas tash Gjermania e Franca, tash Anglia doli prej EU-s, domethënë për Schengen zonës. Edhe aty ka viza, mirë po shtetet tjera që kanë luftuar njëra me tjetrën, Polonia me Gjermaninë për shembull, luftë kanë qenë, sot janë bashkë. E nëse ata janë bashku, megjithëse kanë qenë konflikt, na një popull të qenë, Allah me jetu të ndamas, normalisht s'ka logjik edhe kërkesa për eliminimin e kufive mes një popullit në shtete ndryshme është shumë kërkesë legjitime dhe normale. Po ajo që neve si musliman na intereson është elementi i davetit, sepse atë daveti është më i lehtë me ndodh brenda këtij territorit. Normalisht në plani strategjik është shumë e rëndësishme sepse një popull i cili i grumbullon 5-6 milion në një vend është më i rëndësishëm në hartimet gjeopolitike se sa një popull që është i ndam 3-4 shtete ka 1,5 milion. Edhe kjo është shumë normal, domethënë. Edhe komponenti i fundit që u përmend në hadith është koshia i mirë. Është shumë e rëndësishme njeri me zgjedh koshin e mirë. Përpara ulemat kanë thonë e gjaru qabla dar. Zgjedhë koshin, pastaj bleje shtëpinë. Mos e shih shtëpinë se si është, po koshin. Pse? Se shtëpia e mirë me koshin të keq të bëhet e keqe. Edhe shtëpia e keqe me koshin e mirë të bëhet e mirë. Edhe kjo është e vërtet historike, domethënë. Nuk ka nevojë argumente për me na bind, po jeta e përditshme jona, do thotë na bind vazhdimisht kush do pineve që ka pas koshin të mirë, do thotë s'është më rëndësi se ka pas shtëpinë e madhe ose të mirë, koshia e mirë ka sos këtë punë. Ki pas dasëm, koshia e mirë të hej galën. Po flas përpara kur na bëna për shtëpia dasma se tash. Ki pas në moment mërzie, pikëllimi, koshia e mirë ta ka hek gjysmën e galës. Edhe andaj, do na jo vetëm këtu e kam një këshill shpesh herë them, na nuk duhet me lip shok të mirë e koshit të mirë vetëm, po edhe na vetë duhet më bëj shok të mirë dhe koshit të mirë. Edhe momenti që shkojmë në një lagje të re, domethënë spaku tash masi është mbanesë në pyetje, spaku domethënë banorët e katit duhet me shku me njoftu me Turkin der selam aleikum aleikum selam. Unë jam kushia i ri i juvi, do thotë jam jam bëj këtë punë, çka t'ju duhet, jam shërbimin tuaj, domethënë më keni disponim 24 orë, ditë natë mos e këshyeni se na jena kushi, i ofron shërbimin tanë. Sidomos si musliman namazli, kjo është shumë e rëndësishme ia thon kushive tonë. Kudo që shkojmë me banu. Unë jam kushia i ri, jam shërbimin tanë, kam kerr për shembull, kam këtë aftësi, këtë zanat, çka t'ju duhet në këtë drejtim, e bëj këtë punë, çka t'ju duhet në këtë drejtim, jam shërbimin tuaj. Që numri i telefonit, do thotë edhe kështu na duhet mi ofru njerëzve, jo të jetojmë të izolum. Edhe fatkeqësisht te disa musliman kjo ndodh, domethënë shkojnë me një lagje të re, me një banim të ri, edhe
nuk përzihen me koqësi. Pse ata nuk janë fetar, ti je fetar. Nga frika se mos po bën gjuna, unë e kuptoj arsyeën tonë, por kjo nuk është arsye që qëndron. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Mekë ka jetuar mes idhujtarëve. Edhe s'është izolu. Jo puna jo fetar, po idhujtar, armiq, s'është izolu. Ka jetuar me ta. Ju e dini ka shkuar në Qabe me adhuru Allahun, idhujt janë kon 360 idhuj janë kon rreth e për Qabës. S'është izolu. Edhe gabimi më të madh që e bën një pjesë e rinjës sonë është kur bëhet fetar izolohet. Izolohet nga familja e ngushtë, mos flasim nga shoqëria. Jo vëllat, në momentin që ti bëhesh fetar, ti duhesh me qenë edhe më aktiv në shoqëri. Me dhënë kontribut edhe më të madh, domethënë për përmirësimin e gjendjes së shoqërisë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur bëke dua, thotë Allahumma inni a'udhuka min jarin, o Zot, ruajmë për një kojshie ku jetojmë në vendbanimet statike. Fa inna jarul badi yatahawal, sepse kojshia në shkretin, ai Zotën ashtu është ka më shtektu një ditë. Çka do të thonë kjo lutje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Njerëzit në kohën e tij kanë jetuar një pjesë në qytete e fshatra e një pjesë me çadra nomad në shkretin. E tash thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Zot, rrymë mbi kojshisë në fshat e në katon, në fshat e në qytet, falni. Sa atë e ki gjithmonë aty. Se ato takimet që bëhen në shkretin ato janë të përkohshme, se ti e ki çadrën aty, ai vjen pi dikujt afër çadrës tonë, rrin një muj 2-3 edhe vazhdon udhëtimin e vet ku do më shku. Nëse ka një keq, një muj 2 e duron 3 edhe shkon. Domthon ec vet. Ama ai që e ki në fshat apo në qytet, ai si ta blej shtëpinë ose banesën, domethënë Allah e din kur e ndron atë shtëpi ose banesë. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Zot, ruajmë mbi kojshisë keq në vendbanimet statike. Se ato në shkretin nomadët ato ecin vet. Që domethënë se kojshia i mirë që ka shumë më rëndësi. Edhe fetarisht ju e dini se obligimet e njerëzit do thotë janë ndaj vetes së tij dhe ndaj kojshisë. Saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Kush beson Allahun dhe ditën e mbrëmje, le ta nderon kojshin e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aq shumë më porositi Xhibril alayhis salam për kojshin, saqë mendova se ka më trashëgu. Edhe andaj, na si muslimanë kemi detyrë dhe obligim shumë të kujdesim për kojshin tonë. Edhe obligimi e tyre është i permanent, është i vazhdueshëm, saqë ulemat e kanë përmend se nuk ki drejt me vendos në murin e kojshisë diçka pa lejen e tij. Nuk ki drejt me vendos në murin e kojshisë diçka pa lejen e tij. Edhe kjo neve na bën të vëmendshëm që në hapësirat publike që kemi me kojshit, mos jemi të padrejt, mos të uzurpojmë ato për interesin ton, duke i bërë dam interesit përbashkët. Shifna këto janë mësime para 14 shekujve. Sot me rregulla administrative banesore janë të rregulluara, ama na si muslimanë kemi pi 14 shekuj përpara. Sa jemi përpara botës na për shkak të këtyre mësimeve pejgamberike që kemi pas. E tash kjo është qarimi i këtij hadithit. Tash kalojmë te pjesa tjetër, këto dhunti që na i kemi. Nëse na e falënderojmë Allahun, Allahu na i shton. Nëse na i përbuzim ato në kuptimin që nuk kemi minjos ndaj Zotit, edhe të gjitha vlerat i atribuojmë vetvetes, edhe e hekim nga kombinatorikat e matematikës Allahun, atë na veç kemi fillu, do thotë me qenë mos minjos ndaj Zotit. Besimtari të gjitha dhunti që i përjeton, thot siç na ka treguar Allahu në Kur'an, hadha min fadli rabbi. Kjo është dhunti e Zotit tem ndaj meje. Ose ajo që tha Allahu xhall, wa kana fadlullahi alayka azima. Dhe dhuntit e Allahut ndaj te janë të mëdha. Kështu na duhet me kuptu. Këtë çka fitojmë, edhe suksesin e shkollimit, edhe suksesin e karrierës, edhe suksesin e biznesit, edhe suksesin e davetit, edhe suksesin e jetës shoqërore. Krejt këto janë dhunti e Allahut. Askush mos mendon se është orator e hokaxhi, shakaxhi,
e dojnë njerëzit. Po Allahu ka vendos dashnin tonë në zemrat e tyre. Ki bo pasuri, ke sukses në biznes, kur njerë më thuj vete bona, sukses jem jo, Allahu ma dha. Ki dije, sukses të madhë në fakultet, në lexim, kur më thuj jam inteligent, IQ-ja jeme është shumë e naltë. Jo, thuj Allahu ma ka dhënë. Ki sukses në davet, mos thuj se une shumë lexoj, shumë punoj. Une, jo, thuj Allahu ma ka dhënë. Vullnetin, Allahu ma ka dhënë dijen, Allahu ma ka dhënë urtësinë, Allahu ma ka dhënë sabrin, Allahu ka dhënë suksesin. Edhe andaj Sulejmani a.s. të cilit Allahu i ka dhënë dhunti të shumta. Pejgamberi është më e madhe. Po përveç pejgamberisë që është më e madhe i ka dhënë edhe dhunti që si ka pas kush. Se ka thonë Sulejmani a.s. më jep mua atë që sa ketën kurrë njerëzve. Edhe çka ka thonë? Hadha min fadli rabbi. Kretë kjo që e kam është dhunti e Zotit tim. Pse? Liyebluani a ashkuru am akfur. Që të më teston Allahu, a do jem falendrues apo do jem përbuzës. Pa dhe neve gjithë me që na jep Allahu është test. A do themi elhamdulillah Allahut. Apo unë e vërej se në rafshin kolektiv shoqërinë tonë mungon atribimi i suksesit tonë Allahut. Shumë kur bëjnë anketat sociale në rrugë, për shembull një sportistit, një afaristit, një biznesmenit, një intelektualit, një pushtetarit, si arritë këtë sukses? Rrallë e gjenë me thonë Allahu, Zoti. Rrallë. Shumica e njerëzve kipo prindi, shkollimi, rrethonat, do thotë shoqënia, lufta jeme e vazhdueshme. A realisht përgjigja më e saktë të gjitha rrethonat është Allahu ma ka dhënë këtë dhunti, pastaj e kam bo këtë, e kam bo atë, ka ndodhë kjo, s'ka ndodhë kjo. Ama edhe na si musliman duhet të jemi të prerë krejt çka kemi, pi Allahut i kemi. Krejt çka kemi arrit, mendimin e Allahut. Edhe kundërta është logjik, ulemat e përmendin logjik karuniste. Do thotë çfarë do të thonë Karuni ka qenë një model, sikur se kemi faraonin, model e një pushtetarit despot tiran, e kemi Karunin, modelin e një oligarki. Do thot një tregtari, biznesmeni, i cili ka pas shumë pasuri, po arrogant me ndjemat. Edhe kjo është interesant, e përmend edhe Imam Ibn Kaimi se pasuria e madhe e bën njerin arrogant. Ashtu sikur edhe pushteti. Andaj faraoni ishte me ndjemat. Po edhe Karuni ishte mendje madh. Edhe andaj, thot Ibn Kaimi e bën një paralel shumë interesant, thot nëse pasuria e bën njeriu arrogant, para mendosh ka mundi bë dituria. Se dituria është më e madhe se pasuria. Nëse njeriu nuk është i sinqert në marrjen e dijes, edhe i sinqert në shpërndarjen me dijes, e ka mendjemadhësi e madhe edhe e bën arrogant, edhe e privon vetveten nga përfitimi nga dituri. Andaj të gjithë njerëzit të cilëve Allahu ka dhënë dituri të madhe, dhe ata se kanë falendruar Allahun për këtë dhunti, edhe janë bërë mendje mëdhej, Allahu i ka bërë të padobishëm ata për njerëzimin. Edhe kundët është e kundët. Çdo që Allahu i ka dhënë njerëzve dituri të madhe, dhe ata sa më shumë që kanë ditë, kanë qenë aq më tepër modest. Edhe falendrues ndaj Allahut, edhe kanë shfrytzuar dituri për me udhëzuar njerëzimin, Allahu ua ka ngrit emrin lart atyre. Këtë imam të mëdhej që përmenden që nga shkoja e sahabeve deri më sot, janë të kësaj kategorie. Aq sa më shumë ka dhënë Allahu dituri, ato aq më tepër kanë falendruar Allahun, edhe aq më tepër kanë shfrytzuar, do thotë për ta përhap dritën e Allahut, duke qenë modest vazhdimisht. E pasuria të bën arrogant me ndjemadh, nëse njeriu nuk ka frikë Allahun. E ky e ka pas një fjali që ka përdorur shpesh. Prekati këtë pasuri, si u bën atij pasur? Innama utituhu ala ilmin indi, e kam fitu me dijen teme. Mençuria jeme, planet e mia, kombinatorikat e mia, shfrytëzimi i rasteve që unë kam ditë me shfrytëzu. Po, ti veta, ti mençme, tamam. Delaj me karvan, se sikur se tash të miliarderat e sotit nuk esin pa përcjellje nga afër. I shohun në disa miliarderat që kemi na këtu te na, kur esin karvan, domethënë 3-4 kere sigurim, domethënë ai e normalisht për me
lujt filmin i kanë ketë një lloj kerresh, edhe zakonisht gjipas blindum edhe ecin 4-5 kere, do thot sepse ai është miliarder. Edhe Karuni e s'ke qashtu. Ai edhe karvani i tij shoqërues që manifestonte forcën që ka ai. E thot Allahu xhall fa khasafna bihi wa bidaril ard, e shafitëm atë dhe pallatin e tij e gëlltiti toka. Si vjen, nuk e bëri shkak shkatrimi i tij dorën e njeriut. Për ndërhyrje hyjnore drejt për drejt. E çau tokën dhe gëlltiti toka këtë atë e shtëpinë e tij e karvanin e tij edhe ju hop nishani atij. Ai që thëke unë vet. Kështu është çfarë Allahu xhelal. Këtë ti merr. Shkatron e s'ngelet asgjë prej teje. A kishte njerëz në kohën e tij që përmend Allahu në Kur'an, thoshin sikur të kisha dhunë si Karuni. A besimtarit thoshin neve na mjafton Allahu dhe shpërblimi i tij. Dhe andaj falëndrimi ndaj Allahut është cilësi e cila duhet me na shoqëru vazhdimisht. E maj men si sot një ditë para disa viteve, një hoxh je pa të mësua Allahu dhu xhelal me ble një kerr. Mirë po ishte gëzu shumë. Më pa thonë, sot 5 ditën që ku marrë kerrin, deri në mesnatë, vazhdimisht veç elhamdulillah kom thonë. Për gëzimi që ma mësoj Allahu me marrë një kerr të mirë. E merr shumë mirë valladin. Sa mirë njohës e falëndrues dhe Allahut që ja ka mësua Allahu me marrë një kerr të mirë. Tha sot gjithë ditën, 5 ditës që ku marrë kerrin, deri në pikë natës që ku marrë me flet, veç elhamdulillah kom thonë. Edhe rajsh kjo është pak. Edhe kjo është pak, sepse të mirat Allahut janë shumë, kerri është një e mirë, për të mirave të vogla. Se Allah neve na ka dhënë të mira më të mëdha se kerri, e shtëpia, e pasunia, neve na ka dhënë dinin e para, shëndetin e dyta, familjen e treta. Këto janë më të mëdha. E shtëpia e kerri, pastaj janë të mira, të rëndësishme, po janë më të vogla, se sa dini, se sa shëndeti dhe sa familja. E falëndrimi ndaj Allahut dhul xhelal është adhurim shumë i madh. Zoti Imam Ibn Kaimi rahimahullahu thëke "Wad-dinu nisfan". Feja është 2 pjesë, 2 gjysma. Nisfuhu shukr wa nisfuhu sabr. Gjysma është falëndrim edhe gjysma është durim. Këtë feja jon do të ndakën 2 pjesë. Një është falëndrim ndaj Allahut për të mirë që na ka dhënë, një është durim fatkeqësitë që na ndodhin neve. E nëse na jemi falëndrues ndaj Allahut për gjitha të mira që na jep, ato janë shumë. Siç thot Allahu i Madhëshëm, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse doni të numëroni mirësitë e Allahut, nuk mund të përfundoni llogaritjen e tyre. Nuk mund të rrumbullaksosh. Se janë shumë. Edhe janë të ripërtrishme. Shumë vetëm oksigjenin që e thithin na pa vetdije, që nga momenti kur e marrin frymën e parë dhe qajmë, lindim, e deri momenti kur e kena frymën e fundit. Sa miliona, qindra miliona frymarje i kemi. Na si llogarisim ato. E ku mund është me llogarit dhuntit tjera? E ndjenjat, emocionet që të vinë sekond, herë gëzohesh, herë mërzitesh, herë i dhënohesh, herë do thot nervozohesh, herë kënaqesh, herë. Këto janë emocionet të lloj-llojshme të cilat vinë sekond. Edhe në distancat mëdha, për shembull, ti je në Mitrovic, ai është në Mekë, komunikon me te, gëzohesh. Ti je në Mitrovic, ai është në Australi, komunikon me te, mërzitesh. Me 10.000 kilometra distancë, emocioni prodhohet. Këtë janë momentume të dhuntisë të Zotit, që nëse i numëron, s'mundesh me arrit në përfundim numërimin e tyre. Janë shumë. Ama, nëse na vazhdimisht themi elhamdulillah, edhe sikur se na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur na jep Allahu dhunti, me thon elhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. E falënderojmë Allahun që me dhuntit e tia përfundojnë veprat e mira. E neve kemi ditë shumë të gëzimit edhe përjetimit të këtyre begative, shpesh duhet me thonë këtë fjali, këtë lutje që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E falënderojmë Allahun që me dhuntit e tia përfundojnë veprat e mira. Po mirë, nëse na jemi smund, ose kemi varfëni, ose kemi dështime, ose kemi shtëpi të vogël, ose kemi probleme tjera, atë çka duhet me thonë, duhet me anku edhe duhet me uqajt? Jo, edhe atë me thonë elhamdulillah.
Po normalisht formulimi elhamdulillah këtë rast është pak më ndryshe, po jo shumë ndryshe. Na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë elhamdulillahi ala kulli hal. Na falënderojmë Allahun të gjitha situatat tona, të gjitha rrethanat, të gjitha gjendjet tona. Pse? Sepse edhe kjo gjendje e keqe, Allahu është i gjithdijshëm. Na ka sprovuar me këtë gjendje sepse na ka mbrojtur për një gjendjes më të keqe se kjo. Jo vetëm ekonomikisht, e materialisht, po edhe në aspektin imanor, në aspektin psiqik. Shembull, sa njerëzi janë konë varfur, po janë konë ndershëm. Janë konë fetar. E Allahu dha pasuri. E ata kur e shtun pasurin, e humbën ndershmërinë edhe humbën fetarin. Tash kur janë konë më mirë, kur ishin të varfur, e ndershëm e të moralshëm, apo tash kur u bën të pasur, të pandershëm, të pamoralshëm, atëherë gjithsesi, padyshim, për na muslimanët atë ka qenë më i mirë. Ose shembulli tjetër, ishte i varfur, po ishte ndërshëm. Buka kishte lezet, shtëpia kishte lezet, lëvizken me shnetin e tij, me komët e tija, vizit, muhabet, u kënaqshke. Tash Allah i dha pasuri, po ja mori shëndetin. Edhe ai gjithë kohën e kalon të shkon në spital. Tu e trajtu smundje. Këti ka, po buka s'ka shije. Këti ka, po zguxon çdo pije me pi. E tash kur ka qenë më mirë, kur ishte i varfër e i shëndetshëm, apo tash u bë i pasur edhe me smundje. Sigurisht atëherë. Edhe andaj na themi Allahu elhamdulillah çdo rast, se ti e di më mirë se unë. Çka është më e mirë për mua? Kjo nuk do me thonë fatalizëm, që ti mos me u përpjek, mos me u angazhu, me ndryshu gjendjen tonë, jo. Ama kjo do me thonë që ti nëse ke dhonë sebepin, je mundu i angazhu, e gjendja jote s'ka ndryshu, thë elhamdulillah Allahut, a e di mami se une, sepse më ka spruvu Allahu me këtë gjendje. Të dashur vëllezër, edhe një sen për fund, po du me thonë, këto shtëpia, si ti përdorim, ashtu do a shohim hajrin. Nëse i përdorim për ngrosi familjare kena me pas. Nëse i shfrytëzojmë që me jetu me fëmijët e tonë, me gruan edhe fëmijët e tonë, kënaqësi mes nesh ka me pas. Nëse jetojmë që unë, gruaja dhe fëmijët, gjithë na të jetojmë duke synu me fitu kënaqësinë Allahut, kënaqësinë Allahut kena me gjetë. Edhe kundërt është e kundërt. Nëse na se kemi gale me jetu me grua, me fëmijë, e kena bo shtëpi, po ma shumë rrim jashtë se në shtëpi. E kjo është prej sprovave bashkohore, prej fitneve të trekohore. Kur shumica e besimtarëve fatkeqësisht, se për tjerë s'po flasim, ma shumë rrin rrugëve se në shtëpi. Kafeterive, e kafeneve, e çajtoreve, e restoraneve se sa në shtëpi. Edhe realisht këtu e bëjmë një gabim shumë të madh. Ku i lëm gratë vetë në shtëpi, e na rri me shok, ose me bashkëpunëtor, ose udhëtimet e punës i kemi aq shpeshta, sa që në shtëpi vim si në hotel, veç flem, edhe nesër mëngjes herë dalim mbi shtëpie, nuk i japim rast as gruas, as fëmijëve me bë muhabet thellë, e gjan, e të rahatshëm, e komod, sepse s'kemi kohë. Për këtë kemi kohë, për gruan dhe fëmijët e tonë s'kemi kohë. Megjithëse këtë punën që e bëjmë, kur pyesim pse e bën, thotë valla për grua dhe për fëmijë. Po ti mirë be, nëse këtë jeta jote që nga për gruan e për fëmijën, po ti si zgjen kohë ti 1 orë, 2 orë, 3 orë, 4 orë, 10 minutë me gruan e fëmijët. Po vjen 11-12 natës, gruaja ka flet, fëmijët kanë flet, qohesh në 5-6 sabah, del në punë, gruaja tu flet, fëmijët tu flet. Çka o kjo jetë? Është katastrofë. E kjo sjellje jo normale, që ndodh fatkeqësisht edhe te muslimanët, shkakton shumë probleme në raportet familjare. Nuk du me hi me përmend shumë shembuj të këqij që kanë ndodhur kohën moderne të nga ky gabim, mirë po e kam një rigja që trit familjet e reja le ta kuptojnë se nuk ka ngrohtësi më të madhe sa brenda shtëpisë së tij. Nuk ka muhabet më të mirë se sa mes ti, gruas dhe fëmijëve të tij. Këtë shoqënia, këtë rrethi, këtë biznes grupi janë pastaj.
partë në jetën tonë do të qenë gruaja dhe fëmijët e tu. Këtu shumë gabim kanë bërë trit, shumë. Gruaja dhe fëmijët kanë mbet fundit. Bile në momentin që gruaja ankohet te burri o burrve, snete pak me bo mohabet. Snete pak me që hallet tona. Snete pak me pa punë e shtëpisë tonë, ti fillon edhe vërtet. Edhe fajson. S'po kënaqeni me asgjë, këti bëj për ju. Gruaja dhe fëmia sa kanë nevojë për komoditet material, ma shumë se kjo kanë nevojë për raporte shpirtënore, rahatie dhe qetësi shpirtënore. Andaj, burri për gruan është qetësi. Ashtu sikur se gruaja për burrin është qetësi. Nuk ka mundësi një burr me gjetë qetësi jashtë shtëpisë së vet, ashtu sikur se edhe një grua nuk ka mundësi me gjetë qetësi jashtë shtëpisë së saj. Edhe andaj, porosia për të rit e martuar është kjo. Rri me gruan tone edhe qaj hallet tuja dhe të asaj bashk. Rri me gruan tone dhe qani hallet e fëmijëve tuj bashk. Nëse i ki fëmijët e vegjël, kanë probleme të vogla, që janë të vegjël. Po kur bëhen të rritën, hinë shkollë fillore të mesme, u rritën problemet. Edhe kujdesi juve ndaj tyre do të qenë më i madh. Në momentin që ti kalon shumë kohë në shtëpi mrena me grua me fëmijë, ta dish do thotë ajo grua edhe ajo fëmijë kanë mu lidhë edhe më tepër me ty. Edhe në momentin që ti nuk i jep kohë as gruas as fëmijëve to, ta dish emocionalisht edhe ajo grua edhe ato fëmijë shumë pak kanë mu lidhë me ty. E tash, në momentin që gruaja dhe fëmijët nuk lidhen me burrin ose babën, ata kanë mu lidhë me dikant. E kushdo që është ai që me cilin janë lidh, nuk mundet me konë më i mirë se ti. As më i rëndësishëm se ti. Po fajin mëse lip të gruaja as të fëmijët. Fajin lipet e vetja jote. Edhe andaj, shtëpijat e reja kanë krizë nga brenda. Për shkak të mungesës se kësaj atmosfere për cilën flas. Ku burri, kur vjen në shtëpi, e lën telefonin në raft, edhe rrin bën muhabet me gruan e me fëmijët. Ku nuk flet me shokët e vet, për të cilëve sa po u nda. Nuk komunikon në grup prej grupeve që i ka në telefon. As nuk merret me biznesin e tij, po e lën telefonin në raft, edhe atëherë edhe gruaja s'rin telefon, edhe fëmijë s'rin telefon. Tash njëra për ankesave që themi na, valla këtë po rin telefon. Baba në telefon, gruaja në telefon, fëmijët në për qoshet e shtëpisë madhe, se shtëpia e vogël ishte bela, ta shtëpia e madhe u ka bë bela. Se çikan katin e dytë, djalin katin podrum, ti ke me sallon, kërkan s'po e shef. Po duhet përsëri me një telefon me fol me njëri tjetrin. Pse se ti po rin telefon, sa je në shtëpi. Edhe andaj prindi, baba është shembulli. Nëse ti kur hi në shtëpi, vazhdo me një telefon, ka me një edhe gruaja në telefon, ka me një edhe fëmija në telefon. Se ti e lën telefonin në raft, ja lën vetëm zilen hapur për komunikim nëse ka dikush nevojë për ty, edhe kalon kohën me gruan të bo muhabet, me fëmijët të bo muhabet, edhe gruaja dhe fëmija s'ka me një telefon. Ti në telefon, ato në telefon. Ti belate tuja i gjenë telefon, edhe ata belate vete i gjenë telefon. E pastaj ti anko është pse më ndodhi kjo punë. Mos u anko, po përmirësoje veten tonë, korrigjoje veten tonë, atëherë Allahu ka më shumë mëshirë dhe bekim në shtëpi. Sfidat e shtëpiave të reja janë shumë më të komplikume se sfidat e shtëpiave të vjetra. Dhe shpeshherë na nuk kemi të vetëdijshëm me çfarë sfidash ballafaqojmë dhe çfarë ka më na ndodh. Njëra prej sfidave të reja që vjen si rezultat i keq përdorimit të teknologjisë janë smundjet, do thotë psikologjike dhe psikike që vijnë tek brezi i ri të fëmijët e tonë. Si rezultat i konsumimit të tepruar të teknologjisë. Përdorimi i telefonit të fëmijët e vegjël të posa lindur, sa i bën një vjet e gjysmë, sa din me lëvizje, me përdor teknologjinë, e përpjet është shkaktari kryesor i autizmit dhe shumë sëmundjeve tjera që e shoqërojnë atë. Edhe andaj na çdo vjet kemi numër të fëmijëve më të smut me autizëm dhe sëmundje të ngjashme se sa vite që kanë qenë përpara. Për shkak të teknologjisë, edhe për shkak se na u alejojmë fëmijëve tonë telefonin. Edhe këtu edhe baba, edhe nona janë shumë dopt
në insistimin e tyre mos më dhon fëmijëve telefon derisa t'i bëjnë 10 vjet e 12 vjet. Nuk gjen prind i cili është i gatshëm me qenë i prerë edhe i vendos mos më dhon fëmijë siç me prek telefon. Shumica e prindërve këtë pse thot po valla po li, po insiston. Po hani se i li, po insiston. Ai është fëmijë 2 vjeçar, ti i ke 25 vjet. Ti do të shkon më i pjek se ai, edhe më i vendos se ai. Edhe fatkeqësisht tu kemi dëshime të mëdha se na kemi atje në Shkup një kopsh edhe kemi vazhdimisht këtë temë e shohim për ditë çdo vjet si kemi do thot mungesë zhvillimi psikik të fëmijët. Edhe çdo vjet fëmijë që na vinë edhe në kopsh për 3 vjeçar deri në 5 vjeçar vinë me probleme më të mëdha se fëmijët e vitet të kaluar. Pse? Sepse nana është bë e varur nga serialet që shikon në telefon, s'ka kohë më marrë me fëmijën e vet, edhe fëmia kur qan ose kërkon diçka, kërkon vëmendje, i jep telefonin. Edhe kjo rrin telefon, fëmia rrin telefon. Edhe baba është i njëjti. Edhe baba nuk është më i mirë se sa nana në këtë rast, sepse ata dy do thot bashkëpunojnë fatkeqësisht në mbjelljen e këtyre smundjeve të fëmijët e tonë. E pastaj lipti shërim për autizmin. Shko te ky eksperti, shko te eksperti, jep kaq parë, shkon këtë spital, shkon në spital, hiç vëlla mos u mundo. Se fajt i ke në fillim. Andaj fëmijëve tonë sot duhet na më dhon vëmendje, më dhon kujdes, më dhon emocione, më dhon dashni. Me bisedu me ta, me mësu Kur'an, me mësu sure, me mësu vjersha, me mësu rrëfime. Edhe me zhvillu atyve edhe imagjinatën, edhe logjikën, po edhe shembujt e mirë mi pas parasysh ani pse janë të vegjël ata, sepse këto dituri gdhendën tek ata dhe kur bëhen të mëdhej, pastaj shndrohen në modele të tyre. Allahu i madhërisëm e boft këtë shtëpi të bereqetshme. Allahu shoft mëshirën dhe bekimet e veta mbi këtë familje. Allahu i shpërbleft për ftesën që na bët me qenë bashkë me ju në këtë mëngjes të miqve dhe dashamirëve tu. Allahu i madhërisëm t'i shtoft mirësitë e tija ndaj teje, të bëft falendrues dhe Allahu dhu xhelal dhe qofsh vazhdimisht i gëzuar me të mirat e Zotit, i kënaqur me dhuntitë e tija, falendrues ndaj tij dhe shërbëtor i fesë tij inshallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin.